Ministria e Shëndetësisë ka miratuar planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, në kuadër të objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe të vendeve europiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Ministria e Shëndetësisë, Evis Sala, nënvizoi angazhimin e Shqipërisë në përmirësimin e shërbimeve për testimin dhe diagnostikimin e hepatiteve. Pjesë e objektivave është dhe zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit, në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm te format e avancuara të sëmundjes. Për herë të parë vendi ynë miraton planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke u bashkuar objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe angazhimit të vendeve evropiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Një sistem shëndetësor modern nuk pret që sëmundja të përparojë. Ai investon në parandalim, forcon monitorimin, diagnostikon herët dhe krijon mundësinë që pacientët të trajtohen në kohë. Shqipëria nis rrugtimin drejt eliminimit të hepatiteve virale. Ky plan nuk është thjesht një dokument strategjik, ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa do të punojmë hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale, kujdesit parsor dhe kapaciteteve diagnostikuese. Një nga objektivat kryesor është zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm në format e avancuara të sëmundjes. Ky plan është rezultati i një bashkëpunimi të gjerë ndërmjet institucioneve shqiptare, ekspertëve kombëtar dhe partnerëve ndërkombëtar. Mëtej, Sala bëri me dije se me këtë plan, Shqipëria nis një rrugtim të ri drejt eliminimit të hepatiteve virale dhe drejt një sistemi shëndetësor më modern, më europian, më të barabartë dhe më pranë çdo qytetari.